Një tjetër goditje është dhënë aktivitetit kriminal të kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në vendin tonë. Fa një operacioni të mirë koordinuar mes Policisë së Lezhës dhe Komisariatit nr. 3 në Tiranë, është bërë i mundur arrestimi i një shtetasit të shpallur në kërkim prej disa ditësh për përfshirje në trafik droge. Bëhet fjalë për Mirëndojnë, 36 vjeç banues në Lezhë, i cili u kap në kryeqytet teksa udhëtonte me taksi, në përpjekje për t'u fshehur nga autoritetet. Arrestimi i tij u bë në kuadër të operacionit policor të koduar Vakumi, që nisi pas identifikimit të një grupi kriminal aktiv në zonën e Lezhës. Hetimet paraprake tregojnë se 5 ditë më parë Mirëndojnë në bashkëpunim me një tjetër shtetas, David Ndoj, tashmë i arrestuar në flagrancë, po transportonin rreth 34 kg kanabis në rrugën e fshatit Balltre. Gjatë ndërhyrjes nga policia, Mirëndoj arriti të largohej duke shfrytzuar errësirën dhe njohjen e terrenit, duke i shpëtuar prangave përkohësisht. Të dy personat dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal që merrej me kultivimin, prodhimin dhe shpërndarjen e kanabisit në zonën e Lezhës. Struktura e grupit dhe aktiviteti i tij janë aktualisht në hetim intensiv nga autoritetet përkatëse. Policia vijon punën për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për vijimin e hetimeve dhe ndjekjen ligjore të çështjes.